Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi sërish tek fati ynë. Uroj të jeni duke kaluar një mëngjes sa më të këndshëm dhe sigurisht që ne do të vijojmë po në të njëjtën mënyrë pra të marrim telefonatat tuaja, mesazhet nga rrjetet sociale dhe astrologu ynë Jorgo Pulla do t'ju ndihmoj me parashikimin se si do të jetë për pyetjen më të rëndësishme që ju dëshironi, që mund të jetë dashuria, karriera apo fati në tërësi. Me mua si çdo ditë Jorgo Pulla, Jorgo shumë kënaqësi. Kënaqësia ime. Mund ta nisim kështu këtë, është ajo pyetja tipike që unë të bëj, është ditë e martë sot. Do jetë ditë e martë siç e njohim në të zakonshme, një ditë tersi apo një ditë e mbarë? Është dita më e mbarë që ekziston. Për një mirë arsye. Sepse kemi një ndikim shumë të mirë, kemi hënën në shenjë Luani, në shenjë Zjarri, ku do qëndroj deri në darke, ku na jep mundësi, rëndësi për zgjidhur çështjet ditore. Gjëra që mund themi kemi një problem, një debat, gjatë gjithë ditës zgjidhet. Në çdo aspekt që neve kemi. Është momenti më i mirë i mundshëm. Prandaj dita e sotme është një ditë që jo vetëm kërkon dhe është kërkuese ndaj të ardhmes, e bëjmë sot. Pra shumë gjëra, shumë mendime, i hedhim në letër dhe shikojmë ku kemi gabuar, e ndrejqim dhe vazhdimësia duket e mbar. Është mjaft pozitive. Të falenderoj Jorgo, ndërkohë mund të na bashkoheni në bisedën tonë përmes numrit që gjeni të afishuar në ekran 0422 56047 ose të na shkruani në faqen tonë të Instagramit Fati Ynë RTS. Ndjekim siglen dhe rikthehemi menjëherë në studio për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. Jorgo, filloj me telefonatën e parë për sot. Kënaqësi. E mirëpresim në studio. Alo, mirëmëngjes. Jesës, përshëndetje nga Athina. Respekt. Respekt e kënaqësi e dashur. Quhem Xulia, shumë urime për emisionin Ju falenderoj. 13 nëntor, gjesë status. 13 nëntor, 13 nëntor, gjesë status. 67. Ju falenderoj nga zemra, do të disha diçka për të ardhmen. Patjetër. Dëshiron të di diçka për të ardhmen. Ju falenderoj dhe ndiqni parashikimin. Jorgo, çfarë do t'i themi për të ardhmen Xulias? Xulia. Po. Atëre. 13 nëntor, 67. Po. 13 nëntor, 67. Meqense njerëzit lidhur ditëhënë janë pak nevrik, jo të sert, po janë pak nevrik sepse për të drejtën e tyre. Për këtë datë lindje, nëse do ta marrim nga ana ekonomike, nga ana e dashurisë, nga ana e përgjithshme e lëvizjeve, por në momentin e duhur bën gjëra të bukura. Ka kohën dhe periudhën më të mirë të mundshme, sepse ka pasur shumë vështirësi nga më të ndryshmet, sepse njerëz të tillë, siç është e Akrepit dhe ndikimi më i madh që ka të bëjnë dhe di që i treti shenjës së Akrepit, që do të thotë kalojnë dete, oqeane, lumej dhe nuk mbyten në rrua. Vjen një moment tani, momenti më i ardhë që nga tani deri në fund të janarit të 2026, fundi i janarit, do ndryshojnë komplet 99.9% nga ana ekonomike, nga ana familjes, preti diçka shumë të madhe, të largët, por është shumë afër për të realizuar. Dhe kjo është diçka shumë e madhe, sepse ka bërë shumë dere, por ka gjetë që dere. Në rastin konkret, mirë është që mos të dëgjoj fjalët larg e poshtë, sepse më shumë i prish atë ekuilibrin të shpirtit se sa është e vërtet i diçka që mund ndodhi. Më mirë është ecja vash sepse nxitoj që të jetë e fituar në atë që unë kërkoj. Kjo është baza që thotë, kjo është e drejta e saj, sepse merr dhe nga babi, por merr dhe nga gjyshja nga ana e mamas për stabilizimin dhe konkrete, gjërat konkrete që ka në të ardhmen të afërt. Do jeti kënaqësi shumë e madhe sepse një surprizë e pret në fundin nëntor, fillimi dhjetor, por surprizat nuk thuhen. Po e ka diçka tjetër që do na marrë atë të thotë vërtet kjo surprizë pasaq janë kjo. Të falenderoj Jorgo, edhe që e nise kështu me këto lajme sa më pozitive dhe me këtë parashikim që mezi presim fundin e nëntorit dhe një telefonat të dytë për të na thënë që ishte e vërtet kjo që Jorgo parashikoi. Ndërkohë kalojmë tek një mesazh që kemi marrë. Data 10 prill 96. Atëherë dëshiron të di për punën, shëndetin dhe familjen. Dhe fëmijët thot më shumë, pasi kam 3 djemë të vegjël, nga Pogradeci. I pas me jetë? Nëna, dhe më thënë 10 prill, 96, punë, shëndet, familje, ka 3 fëmijë, 3 djemë të vegjël. Çfarë do t'i themi?
Atëherë, në lidhje me vazhdimsin, sa do vështërsi dhe mundësi, sepse duke pasur parasysh Dashi, Dashi i 10-diqit të dytë, në fund të 10-diqit të dytë, ka një ndikim shumë të mirë, sepse njerëzit të lindur ditë mërkure lodhen shumë, por kjo lodhje ka për t'ia vletur në fund. Është një moment mjaft i mirë për juve nderuar ku gjërat do jenë shumë pozitive, madje është e koha dhe momenti i duhur në lidhje me stabilizimin. Ajo që do t'i duhet, nuk është çështje dashje pa dashje, është çështje që rrugtimi dhe e ardhmja do jetë shumë e ndritur për këtë datëlindje dhe duke filluar ka filluar qysh në shkurt të 2025-s, vazhdimësia dhe është mjaft pozitive. Se çfarë ndodh, se si realizohen ose rikuperohen gjërat, është mjaft pozitive dhe është një moment shumë i mirë. Në çështjet ekonomike financiare, stabilizimi dhe rritja ekonomike, a do jetë një indikim, o do keni në familje diçka të madhe që pritet që të stabilizohet nga i burim të ardhës të dyta, është momenti i duhur në 15 dhjetor 4 mars të 2026. Kjo është një harkor shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Do vinë një moment që nuk do kenë probleme ekonomike ose diçka që lidhet me çështjet, por është diçka shumë e mirë se do të stabilizohet familja. Të falenderoj, Jorgo. Kënaqësi. Ndërkohë, po për pjesën e djemve, çfarë ti themi përveç se ti ketë me jetë të gjatë dhe plot shëndet, çdo gjë duket, okay, kam përshtypjen. Unë do thosha me sa merr nga ana e familjes, është të thosha mirë, nuk ka diçka për të shqetësuar, se janë të vegjël akoma. Të falenderoj, Jorgo. Ndërkohë, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Nadia, miru kjo. Alo? Si keni një? Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Me kë flasim? Ju përshëndes me lumin nga Shkodra. Kënaqësi e dashur. Faleminderit. Ju përshëndes për programin një shumë mirë. Faleminderit edhe ne ju përshëndesim. Vajza, më ka linë në Shkodër, ditën e premte. Patjetër, Shkodër. 9:30 darkë, me 13 prill 1988. 13 prill? Ha? Viti të lutem? 1988, kam tension. 82-shi. 8. Oto, 5. Edhe 88. 50. 82, okay. 88. 88. Pa. Okej. Kam tension, jam të full që me zërë. Mos e vrit mendjen, po thjesht nuk e dëgjua mirë, kështu që pa mera. Ajo, ka 4 fëmijë, është në Francë, nuk ka letra, duhe ditë për shnetin, për fëmijët, për burrin, për letë. Qatë bojnë zemra. Një parashikim të përgjithshëm atëherë. Në rregull. 13 prill 88. Çfarë do t'i themi, jeton në Francë, vajza? Okej, ndëgjoni parashikimin, po. Faleminderit. Jeton në Francë lidhje me dokumentacionin, përsa përket dokumenteve. Në lidhje me, në fakt, një të përgjithshme që mund të themi është pozitive, do marri pak kohë në lidhje me ato që ka kërkojnë, por në lidhje me shëndetin të këto nuk ka lidhje, nuk është diçka shqetësuese, sepse është në vendin e mjekësisë, është në vendin e duhur përse për këtyre gjërave, nuk ka vend për të shqetësuar, edhe pse pak a shumë disa vështirësi të vogla që kanë kaluar gjatë një periudhe të gjatë, por unë do thosha që një rishikim nuk do ishte keq me personin e ligjit atije, sepse gjëra që do të kenë duk ose do duken drejt stabilizimit është muaj marsi i 2026, sepse disa çështje problematike kanë pasur në 2023, në 2024 janë të mbyllura dhe ndikimet e dokumentacionit që ka të bëjnë tani është deri në mars që mund ta zgjidhni, por meqense keni akoma kohë përsa i përket këtyre gjërave, është momenti më i mirë i mundshëm përsa i përket stabilizimit dhe gjërave të tjera që do ketë tani. Tutje nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar sepse nuk duket se ka ndonjë problem. Gjithashtu, dita e mërkurë për ta, do të thënë se ka lindur ditë mërkure, kjo datëlindje është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme përsa përket stabilizimit. Meqense kemi mërkurin në retrograd, do të thotë që në një gabim që është bërë në aplikime dokumentacioni ose diçka mund të rregullohet dhe mund të përfitojnë në këtë aspekt. Të falenderoj, Jorgo. Ndërkohë, le të shikojmë një tjetër datëlindje që na është shkruar. 8/3, 8 mars pra, 2003. Ora e lindjes 4 e mëngjesit. 8/3/2003, ora e lindjes 4 e mëngjesit, dëshiron të di një parashikim të përgjithshëm. Parashikim përgjithshëm. Se si do të ecin gjërat në vijim. Lindur ditë shtune, ditën e Saturnit. Dita e Saturnit thotë
Tani, në këtë drejtim, peshqit do të kenë kujdes anën ekonomike këtë periudhë, sepse shumë gjëra kanë ndodhur me të drejtë dhe shumë gjëra do të ndodhin në favore, por meqense të shenjës së peshqeve ka një mundësi tani në këtë periudhë ku do të thotë puna, do të thotë karriera, do të thotë ndryshimet që kanë të bëjnë. Por megjithatë, ndryshimet rrënjësore i kanë në 2026 në janar deri në muajin prill, ku do të ndryshojnë shumë gjëra, ose lëvizje ose gjëra të kësaj natyre, e kanë dhe si mundësi. Dhe çështje të rëndësishme që mund të ketë në këtë drejtime, pra nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë drejtim, sepse edhe koha dhe momenti është në anën e tyre. Megjithatë, duke pasur parasysh, sepse ndikimi i Jupiterit në Luan dhe i Plutonit në Shqiketar i jep mundësi ekonomike dhe stabilizimi në këtë drejtim, edhe pse një ndryshim mund të ketë ndryshim vendi, ndryshim vendbanimi, ndryshim jashtë, ka diçka të kësaj natyre, por këto do jenë me kohën, jo se është për momentin, është diçka shumë pozitive në rastin konkret, është mjaft mirë, nuk ka problem për të shqetësuar. Po nga pjesa e dashurisë, se e prekën pjesën ekonomike, pjesa e dashurisë, familja, si duket? Në lidhje me e mbrojnë për ta pasur. Dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar. Fjalë, gjëra që bëhen kështu janë kalimtare. Familja është boshti i jetës. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt, as mos e vrasim mendjen fare. Të falenderoj, Jorgo, ndërkohë mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Respektin e nderuar. Ne flasim dhe nga na telefononi? Flasim nga Tirana, Mbathore. Kënaqësi. Po, jam Skënder Qema. I datinës 5 i 4 1956. 5 i 4-ti? 56. 56. Po. I dalë pension. Me kalama i me fëmijë me gjitha gjanat. Mirë po, kam dëshirë me për i makinë. Ta shohë fatin tim, zotë Jorgo. Pa tjetër, Jorgo? Dëshiron të di për fatin e ti. Po. I more të dhonat? Po i mora. 5 i 4-ti 56? Po. Ju falenderoj. Ndihni parashikimi. Okej. Lidhje me çfarë mund të thotë? Po. Dëshiron, po. Këtë tha. Një parashikim të përgjithshëm, domethënë, por fokusi tek fati, tek Po. Vazhdimësia, nëse do flasim... Dhe në mos gaboj, më duket se dëshiron të blinte një makinë, nëse nuk jam gabim. Po. Po të them për fatin për makinë të them. Tani, nëse flasim për një lidhje me fatin, kjo datëlindje, shenjës së dashit, prandaj dashi bën shumë dere dhe nuk i përmend asnjëherë, dhe kur vjen momenti të trokasi aty ku ka ndihmuar, nuk e bën parasysh se kam ndihmuar do më ndihmosh. Por rasti më të shpejt ose në mendje që po, filani që për një ndihmë, nuk ka shanse ta marri sepse ndonjëherë bën dere në njerëz të gabuar. Rasti konkret nuk ka vend për të shqetësuar për juve sepse keni shumë shanse dhe mundësi të arta të reja në lidhje me anën e familjes dhe e ndryshimeve të mëdha që ka të bëjnë. Njerëzit lindur ditënte nuk humbasen asnjëherë, se është dita e Jupiterit. Dhe në lidhje me blerje makine ose çfarë do të bëj, do ta kishe blerë në fakt 2024 në muajin qershor, por për një arsye që u prishën disa para, disa shpenzime të papritura, dhe vjen një moment tani është koha deri në fund të vitit, është diçka shumë e madhe, se do vinë momenti i tillë se ka për ta realizuar ëndrrën dhe planet që ka në mendje janë të realizueshme dhe pse jo mund t'i arrijë qëllimit. Të falenderoj, Jorgo, ndërkohë me sa mbaj mend, dje patëm për të lexuar fatin e, domethënë për të parë parashikimin e djalit të zotërisë, që e lam për t'ia lexuar sot. Atëherë 8 qershor 91. Po. Ndodhet në Angli. Ndiqni parashikimin sepse siç ju premtuam, por thjesht për shkak të kohës nuk patëm mundësi t'ua thonin parashikimin dje, por Jorgo dua thot tani. 8 qershorit 81-shit. 91. 91. Nga vau i idejës mos gaboj. Po. Na mori zotëria. Po. 91. Djali ndodhej në Angli. Po. Lidhe me dokumenta se çfarë ishte diçka? Po për dokumentat dhe i bëjmë një parashikim të përgjithshëm. Po, marrim parashikimin të përgjithshëm. Atëre 8 qershor 91-shi. Po. 12-14 ditë shtune e lindur. Në lidhje me dokumentat ose gjëra kësaj natyre, shiko, çdo person që është me norma dhe nuk nxiton për atë që do të realizojë, ecën përpara. Në rastin konkret, unë do thosha që
koha më e përshtatshme për stabilizimin dhe ndryshimin e gjërave dhe koha ekonomike, shpenzojnë çik më tepër se ç'duhet, po tani aty ku ndodhet dhe atë që do shpenzoj do si do, por në anën tjetër ka një mundësi shumë të mirë për sa i përket kësaj periudhe këtij fund viti, ka diçka shumë të mirë. A është dokument, a është diçka e madhe që mund të ndikohet tani e tutje, mundësi të arta që mund të ketë në vazhdimsi, sepse është në kohën më të mirë të qenë ndonjëherë në lidhje me punën, lidhje me ndryshimet që do ketë dhe është shumë e këmbëtokë. Në mendje është i vogël, por në mendje është shumë i madh dhe kupton çfarë duhet të bëj dhe çfarë jo. Është i stërvitur në gjëra shumë të mëdha. Dhe kjo do të thotë që po merr në gen nga mamaja, nga gjyshi, nga babait dhe shumë gjëra të tjera që janë pozitive në këtë fëmijë dhe pse jo, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar. Të falenderoj Jorgo, ndërkohë mirë presim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mëngjes. Respekte. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Jam një nanë, kam një vajzë edhe 2 djemë. Pas me jetë. Edhe ishta me citë për vajzën. Ka linë Pa tjetër. me 28 qershor, në orën 11:30, 1982. 25 qershor, 82, ora 11:30, kam përshtypjen e darkës apo e drekës? Para dite prende. Për çfarë interesohet? Për çfarë interesoheni ju lutem? Për gjithësi, për gjithçka, për jetën e saj. Një parashikim të përgjithshëm. Jetën në Jorgo. Gjermani, Jeton në Gjermani. Okay. Çfarë do t'i themi? Të falenderoj me dashur, ndiqni parashikimin. Atëherë, 25 qershor, 82, 11:30 para ditës. po. Jeton në Gjermani. Po. Në Gjermani. Në të gjitha gjëra që ndodhin ose ndikojnë, me marrjen e dokumenti, nuk është se është pa dokumenta ose ka diçka, por vjen një moment që ka lidhje shumë me punën aktuale që do bëj, do ndryshoj punë dhe periudha që ka mundësinë dhe rëndësinë e veçantë që është tani në këtë moment, është diçka mjaft e mbar, sepse duke pasur parasysh ndikimin e planeteve që ndodhin dhe në bazë të orës 11:30, që do të thotë ascendentja në virgjëresh dhe gafore si shenjë, jep mundësi dhe çështje të rëndësishme, sepse në lidhje me dokumentacionin, në lidhje me gjëra të mëdha që ka, është një moment mjaft pozitiv në lidhje me ekonomi. I ka duk paraja, edhe pse janë shumë gjëra që del nga rregulloria që ke vënë në vijë gjërat edhe i shpenzim i tepër, por kjo nuk do të thotë që nuk do vazhdojnë ose nuk do ketë stabilizim ekonomik, por në fusha të tjera, në vazhdimsi, në familje, në ndryshimet që ka, edhe pse aty ku ndodhet nuk ndihet mirë, ai ndryshim që do bëhet është ndryshimi më fantastik dhe më mirë për familjen. Dhe kjo do të thotë që koha që është në favor dhe ndikime dhe tani, por më ideale flasim ne. Flasim në fund të muajit prill deri në korrik të 2026, ku është momenti më i mirë mushëm për çdo aspekt dhe mund të ketë gëzim në atë moment sepse gëzim familjar. Të falenderoj Jorgo, ndërkohë mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Unë flas nga Shqipëria, po jetoj në Greqi. Kënaqësi. Jam 80 vjeç. Jam drejtori i gazetës Emigrantit, po duhet di fatin tim se si. Po, vetëm do ju lutesha të na ndihmonit me datën e lindjes, muajin edhe vitin. Unë sipas certifikatës jam 20 mars, 1926. 46. Po 46, kurse mamaja më ka pason që ke linë shkurt. Mamaja, po di u të shini. Po dati një në gjerit civile kam 20 mars, 1926. Në rregull, Jorgo, besoj këtë do të Nga mamaja kur ishte në 10? shkurt. Shkurt. Në shkurt. Në të njëjtën datë, besoj? Po të njëjtën datë. Në të njëjtën datë, por në shkurt. Shkurtin. Atëherë do vendosim Shkurtin. Faleminderit. Faleminderit. Ndiqni parashikimin. Sepse neve na intereson Patjetër. nga fabrika origjinale, nuk na intereson se çfarë shkruhet në fotokopje. Patjetër. Sepse ajo ishte fotokopje, kurse kjo është origjinale. 20 shkurt, 46 jeton në Greqi. Çfarë do të themi? Atëherë, në fakt, kjo datëlindje, po të kuptojmë holl në gjëra që ndodhin,
Po, ka kaluar shumë, jo si datëlindje, por si ndikim, sepse peshqit, unë kam thënë dhe them, vuajnë në gjërat e tyre, në çështjet që ta kanë dhe duan të stabilizojnë dhe gjithmonë janë në kërkim të së ardhmes, deri në limitet e veta. Ky moment që ka të bëjnë çështjet e punës, çështjet e vazhdimësisë të jetës, të gjërat që të kompletohet, kur është diçka e kompletuar, është diçka që momenti që vjen edhe din shumë mirë çfarë do të bëjnë. Duke pasur parasysh vitet në vështirësi që ka pasur, që kanë qenë nga 98-2004, nëse do ta marrim kështu, nëse marrim 2007-2014, vitet më të vështira të jetës, po i ka rezistuar kohës. Dhe momenti që është tani është sepse jo vetëm se e ka me të drejtë dhe do të dali në fund me më pozitivitet në fushën e punës dhe të jetës stabilizimit. Dhe kjo do të thotë që do duroj dhe pak në disa çështje që ka tani për të mbyllur, domethënë deri fundi dhjetorit, fillimi i janarit, dhe gjërat janë shumë pozitive. Madje edhe një blerje që mund të bëhet, dhe di arsyen për çfarë se qysh, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar si në lidhje me jetën në përgjithësi, por edhe çështjet që ka lënë pezull disi, por janë të mbyllura dhe nuk ka vend për të shqetësuar dhe një dokument është shtetëror ky, nuk e di arsyen për çfarë bëhet fjalë, që tip kadastre, tip kësaj, po e mbyll, domethënë kuptimin e fjalës, janë deri në janar është diçka shumë e mirë për këtë datëlindje dhe mundësitë janë të arta në vazhdimsi. Të falenderoj Jorgo, ndërkohë kalojmë tek një mesazh që kemi marrë, një djalë i lindur në 22 shkurt, 95-a. Doja të pyesja pak Jorgon thot për dashurinë dhe doja të dija si ndikon kjo pjesa e Mërkurit në retrograd. Atëherë, 95-a. Po, 22 shkurt, 95 për dashurinë dhe Mërkurin në retrograd. Çfarë di themi djalit? Shumë mund i themi, dhe kjo është e kënaqësia. Kjo të kuptojnë sepse kur lexojnë për rrjetet sociale, sipas Mërkurit ne nuk do të dalim fare për jashtë. Është problem i madh. Ku dihet, mund të rrëzohemi ku gabimisht. Unë them diçka. Mërkuri e marrim nga kjo. Mërkuri në retrograd ndihmon kaq shumë, sidomos dashurinë, sepse Mërkuri është komunikimi. Patjetër. Disa çështje, disa biseda që janë bërë gabimisht, të jep mundësinë ti rregullosh. Sepse unë marr një lajm edhe them, Adelina, di ç'është puna ndjova kështu te muhabetin. Ki kujdes sepse kështu. E ndjova, jo se them unë direkt me kompetenca. Dhe ti e merr të mirë që ka e vërtet, se thot Jorgo, edhe vetë të zihesh me tjetrin, kot ai se ka iden fare. Atëherë mua ma tha X që nuk e di, e mora me të drejtë, sepse të njoh dhe ta them me të drejtën time. Nuk e di se personi ka inat ose ka këtë grindje që kemi në shqiptar të shkret, vuaj nga këto gjëra, dhe ky është problem. Edhe unë i them që koha që është tani është momenti më i artë, më pozitiv dhe ta themi me të madhe, kur kemi planetën në retrograd, kur kemi eklipse, marrim tort sepse ëmbëlsira, merri diçka tjetër, merri karamele. Arsyeja është sepse jo vetëm pastron gjërat e errta, por bllokon edhe negativitetin. Pra, ja që bën Mërkuri në anën tjetër. Ke një makinë dhe shikon, prishet, të thot që rregulloje, sepse nuk ecë më me këtë, të ndalon, ose do të vesh diku nuk arrit aeroplanin. Do të një diçka tjetër. Ja pra çfarë bën, nga ndonjëherë nuk është e për të keq edhe këto gjëra që na ndodhin, është për të mirë që të kuptojmë. Me të dashurën, je zënë, je grindur, për shumë të raste, lidhjet që bëhen, po t'i vëmë re, janë njohur me Mërkurin në retrograd, ose Afroditën, ose, dhe vjen një moment kur ka në rikthim se kthemi 3-4 herë në vit që ndodhin këto, vjen momenti që të merr telefon rastisht dhe bashkohen dhe shkojnë në altar. Pra, në rastin konkret është ndihmes, është një ndihmes e ardhur nga universi. Shfrytëzoje, prezantoje në shpirtin tënd, pranoje në atë që je dhe të arrish atje që do. Prandaj, kjo i thonë, pyet 100 vetë dhe bëj atë që di më mirë ta bësh vetë. Dhe kjo është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm përsa përket jetës, përsa përket gjërave, dhe të ketë kujdes kjo datëlindje, sepse ndikimi lindur dhe ditë mërkure, pra Mërkuri, dhe do të them që mos bëjnë nder, por jo shumë aq sa të veten pasdore, sepse këto datëlindje janë të dashur, dhe peshqit janë atë zemërgjërsinë, qiltërsinë, mundësinë
por të tjerë nuk e kuptojnë këtë. Kur jep një borxh për shembull, peshku ja jep x e shef në hall dhe peshqit e kanë për diçka tjetër ato para, por ja jep edhe rrezikon. E thotë po ti ngele për ta para tani që të japun. Nuk e mendon që peshqit e ndihmuan, ai ja kthen se je ti fajtor jon. Apo vërtet je fajtor sepse ma dhe. Këto problemi. Duhet pas kujdes. Të falenderoj Jorgo, ndërkohë mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Respekt. Me kë flasim dhe nga na telefononi? 13 maj nga përmetje, 13 maj 82, 1982. 13 maj 82? Po. Për çfarë interesohen ju lutem? Si do vazhdoj puna hallit tash në vazhdim. Patjetër. Ndiqni parashimin. Faleminderit. Jorgo, çfarë do t'i themi zotris për punën dhe për fatin në tërësi? Kemi shumë për të thënë, lidhe me këtë datëlindje. Në fakt, demi. Çfarë ndodh me demin? Demi është shejtoke. Nuk lejon të ndërhyjnë të tretët në mes, asnjëherë. Mirë po, kur e shikon që është gabim, kërkon dhe falur. Kjo do thot respekt. Rasti konkret, në lidhje me vazhdimsinë, nuk do thosha që është fushmelule, por është e kalueshme. Momenti që ka të bëjmë disa takime, lidhje me punën, lidhje me ndryshime që do të ketë gjëra të kësaj natyre, është më mirë në këtë periudhë nëse ka takime të rëndësishme kjo datëlindje. Në fushën e punës, edhe të ekonomisë, të stabilizimit, më mirë të dëgjoj shumë dhe të flasi pak. Kjo është diçka shumë e madhe për juve dhe është një moment mjaft i mirë sepse keni mundësinë dhe çështjet të rëndësishme që do të kenë në vazhdimsi. Dhe kjo është periudha më e mirë për të dhënë në vijë në kanalet që duan në drejtimin e duhur, për çështjet që lidhen me ekonominë, për çështjet që lidhen me familjen dhe ndryshimet të mëdha që do kenë tani e tutje. Nuk diskutohet që gjërat janë fantastike dhe mundësit. A çfarë ka kaluar nuk ka shanse të kaluar më në këtë botë, jo, në botën tjetër nuk e diun. Dhe momenti që ka të bëjnë tani është koha më ideale për stabilizim. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në një të ardhmet afër, sepse nga një çështje, nga një person do marrë një lajm shumë të mirë. Mund të jetë çështje e punë, mund të jetë çështje gjëra të kësaj natyre, është pozitive, të paktën është diçka që i jep mundësinë për të ardhmen. Të falenderoj Jorgo, ndërkohë mirëpresim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Tirana. Lushi nga Tirana. Kënaqësi e dashur. 26 shkurt 1962. 26 shkurt 62. Pa. Për çfarë interesoheni ju lutem? Për shëndetin. Diçka tjetër? Për shëndetin. Për shëndetin, po, do t'ju themi diçka në tërësi, po Jorgo e ka pak me merak të pjesën, se thot është më shumë çështje që i përket doktorave, por ndonjë gjë tjetër përveç kësaj të lutem? Edhe dashurin. Patjetër. Faleminderit e dashur. Po, mirëpafshim. Shëndeti dhe dashuria. Çfarë do të themi, Jorgo? Lindur Dithane. Në lidhje me çështjet që kanë bënë në fushën e dashurisë, është një ndikim dhe mundësi në vazhdimsi të gjërave se stabilizimi dhe çështjet të mëdha që kanë pasur në të shkuarën, nuk do të thotë që nuk janë është problem ose ka diçka shqetësuese, diçka që nuk mund të themi për çështje të tilla, por gjërat janë shumë pozitive sepse peshqit dhe ndikimi më i madh që ka të bëjë nga tani e tutje është stabilizime dhe ndryshime pozitive në lidhje me çështjet familjare dhe gjërat e tjera. Nuk ka vend për të shqetësuar për këtë pikë. Për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me lidhje me shëndetin, është koha, se jemi në fushën në nëntor, është muaji i mjekësisë dhe nuk është të keq, është mirë të bëhet një vizitë, një konsult pikërisht tani edhe një javë akoma, deri në fund, deri nga data 24-25 nëntor, kur kemi ndikimin në retrograd të gjërave, kur kemi në retrograd, bëjmë vizita, se ja vlen, është koha më e mirë. Unë e bëra djetë, vizita i bëj kam qef të gjëra, vete tek mjeku, të konsultohesh, sepse gjithmonë mjeku të jep dhe parandalon gjërat të tjera. Dhe kjo është diçka shumë e mirë, nuk ka vend për të shqetësuar, por një konsultim me mjekun familjar ose në një doktor, do ishte mirë të realizoheshe pikërisht në këtë muaj. Të falenderoj Jorgo, ndërkohë mirëpresim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Shëndetje. Respekte. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Telefonojmë nga Shqipëria, nga Elbasani, kërkoj për një datë. Patjetër. 16 tetor 1988. Djali jeton në Amerikë.
16 tetor, 88. Po, djali jeton në Amerikë. Po, për çfarë interesojeni, një parashikim të përgjithshëm? Në parashikim për fatin ati, për problem dokumenta që. Patjetër. Okej, ndiqni parashikimin. Faleminderit. Faleminderit ju. Jeton në Amerikë, 16 tetor, 88. 88, po. Dëshiron të di për çështje dokumentash, fatin në tërësi. Po. Atëre, Çfarë do t'i themi? jo, do ishte mirë, nëse, ne do ta shikojmë kështu, domethënë, dokumentat na e tha, por koha kur ishte, kur ka shkuar, po gjithsesi. Atëre, kemi në ditën e diel që ka lindur, problematika që ka qenë më e madhja, si datëlindje flasim, 2023-2024 në muajin dhjetor, por kjo 2025 ka disa vonesa, por jo diçka problematike. Këtu futet çështjet e ligjit, meqense personi i ligjit mund të bisedoj dhe mund të ketë disa gjëra që janë pozitive. Dhe ku është ndryshimi dhe ndikimi më i madh që mund të ndikoj në këtë aspekt, por i vitit 88 do të thotë, në këtë periudhë që kemi tani në nëntor-dhjetor, vini re dhe shikojeni. Kemi disa ndikime planetare, kemi Mërkurin në retrograd kur ka lindur, edhe kemi në retrograd sot. Shikojeni se si Kocidon, mund tjetë kocident, mund tjetë diçka? Jo, është diçka që vjen momenti, kur i vjen ora, i vjen ora. Kur nuk i ka ardhur ora, nuk i ka ardhur ora. Çfarë ndodh? Kemi disa ndikime në retrograd, Jupiteri në retrograd, kemi Mërkurin në retrograd, kemi dhe ajo çka unë kam jetuar, karma, është në retrograd, do të thotë që tani është koha e dokumentacioneve dhe stabilizimit. Do vi një moment që në këtë drejtim nuk do ketë probleme. A është mbyllet ky muaj dhe muaj tjetër, apo fillimi i 2026? Unë do t'i thosha për këtë mos shqetësohet fare dhe do jeti kënaqësi e madhe që thotë e mori dokumentin që e kërkonte. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Unë telefonoj nga Tirana. Kënaqësi e dashur. Po, jam Vetëm do ju lutesha ta ulit zërin e televizorit dhe të na dëgjoni nga celulari sepse na interferon dhe nuk ju dëgjojmë mirë. Ule zërin. Po e dashur, si mund t'ju ndihmojmë? Po, doja të pyesja për djalin tim, është datëlindja 11 prill 1994. 11 prill 94. Të çfarë interesohet? Për çfarë interesohesh të lutem? Interesohem, djali ndodhet në Gjermani, pundon, për shëndetin e djalit, si do t'i heci, vazhdimi do me thënë 2026. Kur ka shkuar? Kur ka shkuar djali? Edhe një pyetje, kur ka shkuar djali në Gjermani? Urdhra? Kur ka shkuar në Gjermani? Sa kohë ka pra? Ka shkuar në shkurt 2023. Shkurt 2023. Në rregull e dashur, ndiq parashikimin. 2 shkurt 2023. Po. Në Gjermani. Në Gjermani, po. Atëherë, duke pasur parasysh që lidhje me ecurin që do bëj atje, vetëm një gjë do ndryshoj ky djalë. Do ndryshoj vend, do ndryshoj qytet. Me ndryshimin e qytetit, merr 5 lekë aty ku është, po 15 do marr atje ku do shkoj. Sepse është vlerësimi i punës që ban. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi. Dhe lidhje me karrierën, se vjen një moment që çështja e pozitivitetit që ka të bëjnë. Në lidhje me anën e punës, lidhje me stabilizimin, me ndryshimin që ka të bëjnë, dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar fare, se kjo datëlindje është mjaft zgjuarësia dhe maturia bën punën e vet. Edhe pse në vogël, kur ka qenë i vogël, ka pasi problem, e zgjidhur dhe në fakt dash, kokë fort, kokë shkret nga ndonjëherë, por ja, merr nga mamaja për zgjuarësinë dhe maturinë i natin e babait. Por kjo do të thotë që po, o dal aty ku duan o s'ka, dhe këtë do ta bëj. Por një ndryshim i vogël është ajo lëvizje që do bëhet dhe mund ta bëj pa merak, po 2026 është ajo çka jepet ose periudha më e mirë e mundshme
për të arritur. Nuk më themi muaj sepse do ta mendoj një herë, pastaj të veproj. Kështu që sepse fillimi e tutje ka më mirë se sa tani. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, na dëgjoni? Përshëndetje. Përshëndetje, me kë flasim dhe nga na telefononi? Një shkurdra, lumi prap. Po e dashur, na thuaj. Përshëndetje. Nga Shkodra, lumi jam prap. Po, më thuaj e dashur. Desha për burr dhe gru. Pa tjetër, na jep datat. Burri me 24 qershor. Vetëm do të lutesha ta ulësh pak zërin e televizorit, sepse na... M'fal. Thjesht nuk të dëgjoj mirë, për këtë arsye. Burri me 24 qershor, viti 1962. 62-shi? Pa. Po datë lindja tjetër? E jemja është me 16 shtator. 16 shtator? 1963, godila mut. 63. 24 qershor 62 dhe 16 shtator 63. Okej. Po çfarë të shoh? Janë çift. Përgjithësi po Duan të dim po. Kënaqësi e dashur dhe na vjen mirë që na ritelefonuat, se kjo është kënaqësia kur ne shikojmë që ju mbeteni të kënaqur edhe na. Jo, kisha marr po vjen Cezar. Pa merak fare e dashur, ndiq parashikimin. Një ditë të mbar gjithashtu edhe për ju. Sigurohemi tani, datën e fundit që 16 shtator 63-shi. 63-shit. Dhe e dyta 24 qershor 62-shi. Po. Okej. Familje. Po. Janë çift, çfarë do i themi çiftit? Çfarë do i themi lumes? Lumes më i themi shumë gjëra, ne? Me qenë se 24 qershor 62-shit ka lindur ditë diele, kjo do të thotë rëndësi, kjo do të thotë mundësi dhe kohë në atë çka ndodhet dhe bëhet. Kurse, datëlindja e dytë, që është 16 shtator, që ka lind ditë hënë. Çfarë ne kuptojmë këtu ne, në këtë lidhje, ose jete, e diela e hëna? Nga ndonjëherë kombinimet janë të çuditshme. Sado që të grinden, janë ngritje dashurie. Sado që për familje, ndihmojnë njëri tjetrin në shpirt. Dhe kjo do të thotë që me uljet e ngritjet ja kanë arritur qëllimit vete me mirë kuptimin. Dhe nëse do marrim 24 qershori 62 që merr nga mamaja dhe nga gjyshja, lidhje me janë të dy respektojnë shumë atë çka është dhe i vën veshin momentin që kalon. Kjo është baza. Nuk mundet një kombinim i tillë që të rrisi të masti kohën me çfarë kur do ndodhi. Jo thot tani dhe vazhdimësia hap pas hapi. Dhe kjo është diçka shumë pozitive dhe tepër momentale. Ndikimi që ka të bënë gaforja, që është 24 qershori, është një moment mjaft i mirë, por mos harrojmë sepse gaforet janë shej uji, kurse gjërat dhe ndikimet e tjera që ka të bënë 16 shtatori që është shenjë toke, që do të thotë virgjëresh, dhe kjo lidhe shumë sepse momenti dhe periudha, koha, ndryshime, vendime, mundësi të arta janë tani e tutje. Nuk ka vëmë të shqetësuar nëse vazhdimësia dhe nuk ekspozoheni ka jetë gjatësi në kohë. E kalon hinin e kusur. Qofse nuk ekspozohen gjëra, sepse është diçka shumë e madhe në ekspozime. Dhe kjo di shumë mirë që t'jemi në profilin ton, në atë që neve kërkojmë dhe duam. Dhe çfarë ka si pikë reference? Ka që ndikimi i gaforja dhe virgjëresha janë dy gjëra kryesore dhe mundësi të arta. Planetet e gafores ndodhen tek virgjëresha. Dhe po të shikojmë qartë, dhe prandaj themun astrologjia është diçka ndryshe dhe mjaft ndikuese është jeta, është ajo çka të bën virgjëresha, pra gaforja. Këto planetet
e virgjëreshës, nëse kamera, po të kuptojmë, ja ku kemi gaforën, ja ku është risku dhe fati që ndodh dhe nuk ishte shans, edhe si të ishin, për shembull, një çift do thosha çfarë lidhje keni me gaforën, është bashkëshortja ime, ose do thoshte është e fejuara ime. Pra ja çfarë ndodh që nuk kanë shanse, sado të ndërhyjnë, sado çdo gjë sot mundohen shumë në mbulesën ose diçka që mund të bëjnë, por në këto lloj çiftesh nuk ka shanse në këtë botë një që të kenë probleme në këtë fushë. Por në botën tjetër nuk e di, por është diçka shumë pozitive, madje është koha dhe momenti më i arti që ndonjëherë. Të falenderoj, Jorgo, mirëpresim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Unë flas nga Tirana. Kënaqësi dashur. Quhem Valentina, dua të di për djalin. Patjetër. 11 qershor. Po. 1999, ora 12:30. Për fatin dhe jetën më tutje. 11 qershor, 99 më the. Po. Ora 12:30. Atëherë. Për fatin, djali besoj ndodhet në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Në rregull. Po për vete mund të flas? Po patjetër, vetëm se do ndodh sërish po e njëjta gjë, do ta mbaj datën shënim dhe do të ta lexoj në mëngjes nesër. Ka problem. Më thuaj. 11 gusht 1965. 11 gusht? Po. 65? 65. Për punën. Për punën. Në rregull e dashur. Po e mbaj shënim, ndërkohë sot po të japim parashikimin për djalin dhe nesër do dëgjoni tuaj. Po. Faleminderit e dashur, një ditë të mbarë. 11 qershor 99. Po, 11 qershor 99. Ora ishte? Çfarë të themi? 12:30. Ora 12:30. Në përgjithësi apo? Po, dëshiron të di në përgjithësi për fatin, për... Po. Atëherë, 12:30 kemi dhe themi. Lindu ditë premte, pak nevrik. Kjo do të thotë që meqense binjakët kanë shumë mundësi në lidhje me stabilizimin dhe kjo do të thotë që vërtet është koha, është mundësia dhe çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por meqense nxiton për të arritur në finish, një çështje punë e dytë që ndodh që do realizohet, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por me kalimin e kohës, ky vit mbyllet domethënë plus minus drejt stabilizimit të që kërkon. Po gjërat e mëdha që ndodhin dhe do të jetë në favor të kësaj datëlindje të binjakëve, është në muajin mars e tutje. Atëherë është koha dhe momenti më i mirë dhe më perfekt i qenë ndonjëherë, duke pasur parasysh me ndryshimet që ka të bëjnë, sepse lidhet shumë lidhje me që të kuptojmë është ascendenta virgjëresh, jep mundësi dhe rëndësi. Kurse mes jellori dhe ndikimi i diellit në binjak i jep lumturinë dhe atë që ai kërkon ndërron e bën realitet. Të falenderoj, Jorgo, ndërkohë erdhëm drejt fundit dhe sigurisht mesazhin tuaj do ta lexojmë nesër, na ndiqni, sërish këtu po në të njëjtën orë, në orën 9:15 në RTS2, tek Fati Ynë me mua dhe Jorgon për të vijuar me parashikimet tuaja dhe për të biseduar me ju nëpërmjet telefonatave apo mesazheve që marrim në Instagram. Gjithashtu do ju bëj një rikujtesë për të gjithë ju që nuk mund të na ndiqni dot live, pra direkt nëpërmjet transmetimit, mund të na gjeni në YouTube tek RTS. Faleminderit dhe ju uroj një ditë të mbarë, Jorgo. Gjithashtu dhe unë uroj një ditë të mbarë, të begatë në çdo aspekt të jetës së tyre dhe sa më shumë vëmendje, kujdes në gjërat që do të bëjnë.